Spanja po përgatitet të vendosë masa të forta për mbrojtjen e të miturve në hapësirën digjitale. Kryeministri spanjoll Pedro Sánchez njoftoi se qeveria do të ndalojë aksesin në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 16 vjeç dhe do t'i detyrojë platformat të zbatojnë sisteme reale verifikimi të moshës. Sot fëmijët tanë janë të ekspozuar ndaj një hapësire që nuk është menduar kurrë ta përballojnë veten, një hapësirë varësie, abuzimi, pornografie, manipulimi dhe dhune. Këtë nuk do ta pranojmë më. Qeveria spanjolle paralajmëroi gjithashtu se do të forcojë përgjegjësinë ligjore të drejtuesve të platformave për përmbajtjet e paligjshme dhe gjuhën e urrëties që qarkullojnë në rrjetet sociale. Do të ndryshojmë ligjin në mënyrë që drejtuesit e platformave të mbajnë përgjegjësi penale për mosheqjen e përmbajtjeve të paligjshme ose gjuhës së urrëties. Kryeministri theksoi se kjo betejë nuk mund të fitohet nga një shtet i vetëm. Spanja ka hyrë në një aleancë me 5 vende të tjera europiane për të shtyrë rregullim më të shpejtë dhe më efektiv të rrjeteve sociale në nivel kontinental. Masat e shpallura nga Madridi vijnë në një klim gjithnjë më të ashpër ndaj ndikimit të rrjeteve sociale tek të miturit dhe është vendi i tretë që ka marrë këtë vendim pas Francës dhe Australisë.